ditë atje në Kosovë dhe kaluam komplet me 2 kompjutra dhe bëm pa gabime. Mark, derisa arritën në këtë pikë, se mundohet nga që jam ekonomist dhe më vjen mirë të të pyes. Të gjitha këto shpenzime i ke përballuar vetë, pagesat e specialistëve të... Po vetë, unë ja u qova edhe Institutit Historisë, edhe Akademisë Shkencave dhe ata nuk pranuan me marrë përsipër. Po mirë, unë nuk kisha... Instituti Historisë në Alaska nda kuriku Gjermani fundi. Shiko. Ata nuk ishin fonde me përballuar dhe une, për mua nuk ishte rëndësi për të ngrit vetit autoritetin. Për mua kishte rëndësi që të bëhet, nuk ishte rëndësi kush e bën. Por me qenë se bile, për kuriozitet, e qova në Munchen, ja qova Bardhyl Demirit dhe Petër Baltit. Dhe ata thanë që ne, që nga interesant, i vjen radha në vitin 2025, sepse kemi shumë punë në përduar. Une, Balti pasaj më shkoj letër, tha, do të bësh ta si është një zbulim, tha, është shumë i rëndësishëm, tha, nëse e bëj, tha, bëj si shke e bon Gasperin, tha, në versionin 2 gjuhësh, majta as italisht, gjata shqip, ashtu si që kam bon. Kështu si që kam unë. Dhe a i vdiq Balti dhe unë ja kam dedikua librin Baltit, ja kam vute faqe e parë, ja dedikoj Petër Baltit, ja kam dedikua ati, dhe kjo u arrit me bon shpenzimet, i kam pagua vetë, por nuk ka rëndësi fara të shpenzimet, se rëndësi ka që publikohet një gjanë dhe më në delë në dhiqë. Petër Bart është albanolog? është që albanologu që mas dhe Valentinit ka punu më shumë e më për Shqipërinë. Ka ba 5 volume Albania Sakra. Ju e keni pasur mik në mos gaboj? Po e kam pasur, bashkëpunëtor. Mik s'mund t'a quaj, sa shumë i madhe, unë jam shumë i vogël, nuk e quaj mik, po bashkëpunëtor po. Okej. Arritëm në momentin ku më së fundi ky libër ka parë dritën e vetë. Kjo kronikë e jetës shqiptare, le të flasim pak a shumë gati, se i bie rreth 170 vjet mbas rënies së Skënderbeut, mbas vdekjes së Skënderbeut. Një periudhë në fakt të cilët armiqtë tanë pretendojnë që neve nuk kemi histori sepse nuk shkruan kush për neve. Në fakt, pas ka shkruar ky miku, dhe Skënderbeun ka shkruar, për Kukalin Skënderbeun ka shkruar. Dhe janë 374 faqe me referenca të vendeve, të njerëzve, të personave, të gjitha me indeksin e tyre, të cilët kush do që të gjej një personazh mund ta gjej fare kollaj. Nga parathënia që i keni bërë juve, pash që këto vite kanë qenë shumë aktive për shqiptarët. Pra kemi një sulm të pashajit të Bosnjës me 30.000 ushtarë, të thyer nga Kelmenda, si që ishin vetëm 700 veta. Kemi një kryengritje të Berishajve dhe një fisi tjetër që Berishën e mbajmë nga Saliu, pra ta. Po, flet aty. Tani, kjo është ona krishtare, njerëzit të shumica nuk janë krishterë dhe nuk e pëlqejnë ato, ose nuk kanë interes. Por, zë më pak se 50% librit. Ona historike është e një rëndësie jashtëzakonshme. Mark, shiko, edhe unë kam hasur kritika në rrjet që pse merremi vetëm me katolikët dhe nuk merremi me muslimanët. Tashi nuk është faj jonë pse Hoxha nuk mbajti kronik. Më kupton? Edhe dikush tjetër, dhe këta janë katolikët shqiptare dhe këta kanë një histori të tyre, kanë pasur sa priftri të cilët ishin të shkolluar me nga një universitet, me nga 2 universitet dhe mbanin kronikën. Dhe neve do merremi me fakti, nuk kemi pse merremi tani që, ore pse merremi me këta, se ndërkohë ky tjetri nuk ka shkruar. Këta që kanë shkruar... Dhe këta janë pjesë e kombit shqiptar. Aq më tepër që këta bëjnë fjalë edhe për territore që kanë qenë dikur shqiptare, në Malë të Zi, për shqiptarë në Malë të Zi, për shqiptarë në... Këta kishin marruar nga 1 e 2 fakultete, kishin mbrojt nga 1 e 2 doktoratura në Itali dhe punonin me strategji për krahas fesë, në çdo vend kanë hapur dhe shkolla, dhe kanë bërë dhe gramatikën, kanë bërë dhe fjallorin, kanë përkthyer dhe dokumentat kishtare në gjuhë shqipe, dhe këto kanë qenë resurse kombëtare, nuk kanë qenë gjëra fetare, kanë qenë gjëra kombëtare për krijimin e nacionalizmit shqiptar. Mos më harrua. Dhe njerëzit nuk e vënë ndukje këtë punë. Nacionalizmi shqiptar nuk u krijua
në vitin 1912. Jo. Procesi nacionalizmi shqiptar dhe i moshumbjes së vetdijes kombëtare është një proces që ka qenë 450 vjet. Në mos gaboj, këtu më kapi syri që fjala shqiptar, dhe kjo është shumë e rëndësishme, është përdorur 70 vjet ma përpara. Nga sa mendohi. Se nga që është përmëndur nga Fra Maria Daleqe në vitin 1703. është 63 vjet më shpejt. 63 vjet më përpara është përdorur fjala shqiptar. E shkruar shqiptar. Dhe kjo mendohej se këtu fjala Albani, Arbri, edhe thonë pse themi vetin shqiptar. Ne kemi quajtur veten shqiptar. Pse? Sepse në vitin 1639 Cherubinin, fratin italian nga Trenta, e kanë marrë me pushkatue turqit. Edhe ka thonë, tha, ma mirë, tha, vdekja, ju shqiptar, tha, jeni për të mytur, është shkruar me ju shqiptar, është shkruar fjala aty. 4 rreshta shqip. Dhe thotë, ma mirë vdekjen, thotë, se më u bamun turke. Ka shkruar me shqip edhe këto, janë 4 rreshta shkruar me shqip. Dhe kjo, do me thonë, gjitha shkrimet shqipe nga viti 1400 deri sot, fjala shqiptar e para herë që janë të shkruar te ky libër. Pra, është një, si shpjegohet, po në kohë të Skënderbeut, pse s'kemi përdorur këtë emër neve? Po kemi përdorur emrin Arbër. Kjo është një ndër enigma, që... Jo, nuk është enigma. Shiko, në kohën e Skënderbeut... Apo me shqiptar përfshiheshin gjithë ata edhe të trojeve që nuk i kishte Skënderbeu, ndërsa Skënderbeu përdorte emrin Arbër për t'u identifikuar. Edhe studiosit me famë, edhe historianët me grada, që janë profesorë e doktorë antar të akademisë, janë të orientuar, nuk e din çka flasin. Në kohën e Skënderbeut, zotërisht, Shqipëria, e Italia, e Franca, e Gjermania, e Spanja kanë qenë të ndarë në principata. Dhe ishte vetëm Skënderbeu ka qenë një principat. Principat në Arbrit. Principat e Arbrit, do me thonë, me afërsi, mbledhzat drimen, mirë ditën, matin dhe Tiranën. Kaq deri në Durrës. Principat e Arbrit. Kjo ishte. Dhe nuk mund të kishte një gjuhë të unifikuar, sepse shqiptar që flisin shqip ishin nga Bosnia, Nishi, në Bullgari, Krejt Maqedonia, deri në Artën Prevez, ishin një territor që është 150.000 km². Dhe nuk e pse thuhet tash, ku i kishte shtetin Skënderbeu, ku i kishte piramidat, ku i kishte ministrin e jashtëm, ku i kishte ambasador, nuk flitet. Ku i kishte repartin e kufirit. Nuk flitet me ato, flasin. A do me thënë, ti thua që kjo tërësi shqiponjash, po të ne që është shqiptar, po bëj fjalë për një popullsi që fillonte, si që thatë juve, nga Bosnia, Nishi, Shkupi deri në Arthë dhe Prevez, ndërsa Arbri ishte principata, le të themi, e Skënderbeut. Ore, në gjë, me datën 2 janar 1602, në Dukaqin të rrethit Matit, vetëm pak kilometra larg vendit ku është shkruar formula e pagëzimit, është majt kuvendi i Arbrit, kuvendi i Dukaqinit, me 2656 pjesëmarrës nga 14 krahina që janë shanuar se nga kanorë. Dhe dokumenti është i ruajtur me 100 ca firma, dokumenti për vendimet që janë marrë aty. Pra Shqipëria nuk ishte Mati dhe Arbëria, provinca e Arbërisë. Kanë ardhur nga gjitha krahinat që shanuara, nga Imara, nga Preveza, nga Maqedonia, nga Nishi, nga janë gjitha. Dhe ai dokument nuk përfshihet në historinë, çuditërisht nuk e përfshin në historinë e Shqipërisë. Sa viti bëhet fjalë? 1602. 2 janar 1602, Kongresi Kuvendi i Dukaqinit, është bën Dukaqin të Matit. Kisha është prishën 67-ën, ka qenë 27 hapa. Kisha ka qenë që merrte 2000 vetë. Me gurët e kishës kanë bon shkollën e fshatit fillore dhe kanë bon, i kanë full në gurë të rruga Makinës që kanë bon. Se kam shkuar në... Janë në rënojat apo e kanë rafshuar? E kanë rafshuar, po unë kam qenë në shtator aty edhe jam bashkuar me 5 kryepleqtë e fshatrave dhe ata ishin dakord ose me bon kishë ose me bon një lloj memoriali që me përkujtuar çdo vit për shembull duke këngë valle me bë diçka. Ky kongres i Dukaqinit, kongresi, kuvendi i Dukaqinit, për çfarë bëi fjalë, çfarë kërkonte? Këta janë mbledh me një temë për kryengritjen kundër turqëve, për çlirimin e vendit.
Kjo ka qenë tema, as një fjalë tjetër, as fetare, as politike, as kur gjë. Ka qenë për me u bashkua, me lidh besën, me u bashkuar, me luftua për me shlirua vendin. Edhe, mas kësaj, në vitin 1648, pasaj është bënë kjo e pa publikuar, është të ky libër në Orosh të Mirditës, janë mbledh, ky që ka shkruar librin, i ka thirr i peshkëve e Durrësit, i peshkëve e Lezhës, ata krerët e vendeve dhe kanë bënë vendimin tjetër me bashkëpunuar me kroatët, me dalmat. Edhe kanë bërë marrëveshjen që marrë dalmatë me shkarkuar në golfi di Drina, në Shëngjin të, sa thërë Drini, aty ka qenë e gjiri Drinit, me shkarkuar ushtarët, dhe kanë prunë 2 topçi, kanë lypta, kanë prunë 2 artiljerë, ata artiljerët i spionuan dhe autorizuan turqëve dhe i vranë të 2 lezhë, që shkruar me tash. Këto janë gjëra që janë shkruar se ka 6 faqe, prandaj ky libër ka shumë rëndësi. Besoj që këta që po bojnë historinë e Shqipërisë, tash që janë sponsorizuar 800.000 euro për librin me 6 volume, besoj që këto 2 ngjarje do t'i përfshin në historinë e re. Ja u keni shuar dokumentin, sepse kjo është shumë e rëndësishme, 1602 bëhet fjalë për 130 vjet mbas rënies së Skënderbeut, pothuajse. A e kanë dokumentin këta të Institutit Historisë apo? Këta po kërkojnë dokumentin e Gjermanit të fundit, ala. E kanë publikuar sigurisht po në Rosh, në kishën e Shën Aleksandrit në Rosh. Edhe është i publikuar në Rosh. Jo, e kanë bën 2 artikuj për ato, por e vërtetë është unë i kam gjetë dokumentat, tash i kam publikuar dokumentat në origjinal që nuk janë bën në Rosh.